Atëherë përshëndetje të gjithëve. Në fakt është një kënaqësi e jashtëzakonshme kur ne kemi kryeministin e vendit, kryetarin e Partisë Socialiste, që viziton Beratin, qarkun Berat. Në fakt ne, sidomos ne beratasit, jemi shumë të qartë, pse çdo vizitë e kryeministit shoqërohet gjithmonë me lajme të jashtëzakonshme. Edhe sot gjatë ditës e kemi filluar me risinë e jashtëzakonshme dhe që qarku jonë përjeton, që janë agroturizmet. Kemi vazhduar më pas me infrastrukturën duke përfshirë të rrugën e Ballabanit, që është një lajm i jashtëzakonshëm jo vetëm për qarkun e Beratit, por patjetër edhe për qarkun e Gjirokastrës. Ishim tashmë tek stadiumi i vjetër tek Këndi Duat Luaj, që është një lajm i jashtëzakonshëm sidomos për fëmijët e qytetit. Dhe këto gjëra, në fakt, nuk do ishin bërë të mundura pa Partinë Socialiste. Dhe kjo është e pakt, por e sakt. Këto gjëra, qoftë edhe pushteti vendor, nuk do kishe mundur kur të bënte këto ndryshime që kanë ndodhur në Berat, pa qeverisjen e Partisë Socialiste. Dhe unë fakt flas edhe si dëshmitar, duke qenë kryetar bashkie në Berat, prej pothuajse 6 vitesh, ku në fakt ne e kemi transformuar qytetin e Beratit, fal vizionit dhe punës që ka bërë qeveria shqiptare dhe mbi të gjitha investimeve që kemi arritur të thithim në Bashkinë Berat. Sot në fakt ne jemi patjetër përpara një fushate të 11 majit, që në fakt ne kemi filluar shumë herët. Por unë jam i bindur që në 11 maj ne kemi kokën lartë dhe kemi kokën lartë për atë çfarë ne kemi bërë për transformimin rrënjësor që ka ndodhur në Berat, por patjetër edhe në nivel qarku. Dhe unë jam po aq i bindur që në fakt ditët më të mira qarku jon, Berati jon i magjishëm, i ka përpara. Dhe këtë unë besoj që do ta bëjmë të mundur të gjithë bashkë. Dhe ajo çfarë ne duhet kemi parasysh në datën 11 maj është pikërisht kjo gjë. Që ne duhet të jemi të qartë, ne duhet të jemi me zëmër dhe mbi të gjitha me energji pozitive për të garantuar një 4 vjeçar tjetër transformues për gjithë qarkun tonë. Tani Partia Socialiste në fakt patjetër që ne garojmë për një mandat 4. Por qartazi duket që tek mënyra se si të gjithë partitë poreshtojnë kandidatët e tyre në tashmë në garë, që në fakt Partia Socialiste është vetmja forcë që ka energjinë e brendshme për të rinovuar dhe për të krijuar atë çfarë do të jetë në fakt qeveria transformuese për Shqipërinë, sidomos kur flasim për procesin e integrimit. Ky do të jetë një mandat i cili patjetër është mandati i Shqipërisë, është mandati i shqiptarëve, është një mandat që Shqipëria me hapa të sigurt shkon për antarësim të plot. Dhe patjetër që kjo është një tjetër gjë e cila neve duhet na bëjë jo vetëm krenar, por duhet na bëjë akoma dhe më të fokusuar, që ne mos të ndalemi asnjë ditë, që të vazhdojmë me këto hapa galopant, që në fakt Shqipëria është transformuar dekadën e fundit, që të bëjmë dhe atë kërcimin cilësor në vitet që kemi përpara dhe patjetër ne të kemi në xhepin e çdo shqiptari pasaportën e Bashkimit Evropian. Prandaj ne këtu jemi në një qark që e kuptojmë shumë mirë këtë gjë. Ne këtu jemi në një qytet ku në fakt e përjetojmë çdo ditë se çfarë do të thotë transformim. Dhe unë besoj shumë dhe besoj fort që ne që jemi këtu në sallë do të bëjmë pamundurën për ta çuar përpara këtë ëndër që është një ëndër disa dekadë që është shqiptarëve. Prandaj unë gjithëve ju kërkoj një gjë, që ne gjatë tyre 60 ditëve që kemi përpara të bëjmë atë çfarë dimë të bëjmë më mirë, që ne patjetër të bindim çdo zemër, çdo qytetar, që në fakt fuqia e ndryshimit është vetëm Partia Socialiste dhe ajo çfarë ne presim vjen vetëm nga Partia Socialiste. Tani unë do më lejoni të them disa fjalë të shkurtra për ata të cilët ne kemi në listën e kandidatëve. Në fakt unë jam shumë i sigurt dhe në fakt jam shumë krenar që kandidatët që ne kemi në listën për deputet janë njerëz të cilët në fushën e tyre, në jetën profesionale, janë shumë të arirë. Janë njerëz, individ të cilët përfaqësojnë kategori të ndryshme profesionesh, por dhe shtresat caktuara të shoqërisë, që është shumë e rëndësishme
për një parti si e jona. Unë jam i bindur që lista e kandidatëve që ne kemi është ajo listë që i duhet qarkut Beratit, është ajo listë që ofron realisht zgjedhje, është ajo listë e cila garanton ato çfarë unë përmendja pak më përpara. Ne e kemi fuqinë të ndryshimit dhe ne kemi fuqinë e ndryshimit për Shqipërinë, por patjetër edhe me vetveten. Dhe kjo listë në qarkun e Beratit e mishron këtë gjë më së miri. Dhe unë do doja ta filloja duke përmendur emrin e doktoreshës së njohur Enriketës, e cila do të përfaqësoj zonën e Skraparit dhe zonën e Poliçanit, e cila është një zonjë e cila në profesionin e vetë shumë e arirë, është një vajzë e asaj treve atje, është një vajzë e cila patjetër ka vazhduar jetën profesionale edhe në spitalin ushtarak, por patjetër e ka filluar jetën profesionale në qytetin e vet, i ka shërbyer banorëve të vet. Dhe unë jam i bindur që Enriketa, duke qenë bashkë me bashortin e vet, të dy me prejardhje prej asaj treve, do ta përfaqësoj dhe do ta çoj fort zërin e banorëve të asaj zone për të bërë ato ndryshime të jashtëzakonshme që ne presim, duke filluar në mënyrë absolute nga rruga Berat Skrapar, që është një rrugë e cila i shërben të gjithë qarkun në fakt, dhe jo vetëm, por hap një dritare zhvillimi të jashtëzakonshme. Unë këtu mund të flas për Matean, e cila është një vajzë e re, 25 vjeçe, e cila ka përfunduar fakultetin juridik, ka marrë licencën e avokatit, është shumë aktive në jetën, po e quajmë të shoqërisë civile, duke filluar që me klubin e librit e tjerë. Por është një vajzë që patjetër përfaqëson të rinjtë e gjithë zonës, jo vetëm Beratit, por gjithë qarkut Beratit. Është koordinatorja e strukturave të rinisë, por mbi të gjitha është një vajzë me energji të jashtëzakonshme. Dhe ajo përfaqëson më së miri frymën dhe energjinë e të rinjve në listën që ne kemi për 11 maj. Unë mund të ndalem te Juli, i cili po ashtu është një djalë i cili ka eksperiencat e veta, qoftë në ato arsimore, në shkenca politike apo marrëdhënie ndërkombëtare, po qoftë eksperiencat që kanë të bëjnë me atë çfarë është jeta publike. Jo thjesht në për ekrane, por më shumë se sa aq. Jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë. Dhe unë jam i bindur që Juli, në fakt duke qenë një djalë kuçove, rritur, studiuar në atë qytet, e përfaqëson shumë mirë atë zonë, dhe në fakt ne këtë vit kemi 2 banor të asaj zone cilët e përfaqësojnë bashkinë e Kuçovës. Unë dalem te Ardiani, i cili është një djalë i cili ka një eksperiencë në administratë publike, por jo vetëm. Është një aset, është një inxhinier, është një inxhinier i cili është fokusuar tek ato që janë të cilat janë projektet e zhvillimeve energjetike në vend dhe jo vetëm. Që patjetër është një sfidë e jashtëzakonshme dhe atë çfarë do të arrijë Shqipëria deri në 2030 për sa i përket, jo vetëm le të themi sigurisë kombëtare që është energjia në vetvete si sektor, por për të kthyer në një vend eksportues neto të energjisë. Dhe patjetër që Ardiani e sjell më së miri eksperiencën e vet dhe patjetër përfaqëson më së miri zonën e Kuçovës duke filluar nga Perëndia dhe Mëngjer. Kështu që shumë suksese te Ardianit. Unë mund të ndalem te Erdisi, i cili është një djalë nga zona e Dimalit, i cili ka një eksperiencë të gjatë edhe profesionale në fakt, e lidhur me pushtetin vendor, por jo vetëm, ka qenë pjesë e një programi të rëndësishëm që ne të gjithë si bashki kemi pasur, që është programi i Bashkive të Forta, financuar nga qeveria zviceriane, pikërisht për të rritur kapacitetet e pushtetit vendor. Dhe Erdisi e sjell këtë eksperiencën e vet, që ka të bëjë me pushtetin vendor, por përgjithsisht me reformat të cilat duhet të ndiqen edhe nga pikpamja institucionale për të pasur institucione që të jenë lartësinë e dur, sidomos për atë çfarë ne flasim, që është integrimi në Bashkimin Evropian. Kështu dhe Erdis, shumë suksese të ty. Unë do përmendja kemi Hysenin, Cekun, siç e njohin të gjithë, i cili ka mbaruar për shkenca mjekësore, i cili ka qenë shumë pranë banorëve të asaj zone kur ka punuar në struktura të ndryshme spitalore, për t'i qenë afër gjithë banorëve të asaj zone, por më shumë se sa aq. Është një djalë si ata të cilët do të votojnë atë ditë. Është një djalë i tyre dhe unë jam i bindur po ashtu që dhe Ceku është një risi e jashtëzakonshme dhe shumë pozitive në listën tonë. Shumë suksese. Tani ne kemi Xhekun, aty Xhekonomi, deputete e Parlamentit të Shqipërisë, duke filluar nga viti 2021, është përsëri tashmë kandidate. Xhekun ju të gjithë e njihni, sidomos
kjo sallë që shumica janë nga qyteti Beratit. Është një zonjë e cila ka një familje të mrekullueshme, ka mbaruar për shkenca sociale, ka qenë gjithmonë afër atyre që kanë qenë shtresa në nevojë. Unë kam pasur fatin që të punoj me Xhekun duke qenë nën kryetare bashkie deri në vitin 2021 dhe e kam parë nga afër përkushtimin e saj që ka për ata të cilët janë më të dobtit të shoqërisë, që duan një vëmendje të veçantë dhe patjetër që Partia Socialiste është alternativa e vetme dhe Xheku patjetër e sjell të eksperiencë në listën e kandidatëve. Tani unë nuk e lash në fund Fadilin për nga rëndësia, por sepse unë e di që ju të gjithë mund t'i keni shkruar pjesa më e madhe, por Fadili ka dhe ditëlindjen sot. Kështu që shoku Fadil, edhe 100, edhe mua më vjen shumë mirë që në fakt ne kishim Matejan që përfaqëson të rinjt, por patjetër kemi dhe Fadilin që përfaqëson memorien e Partisë Socialiste në qarkun e Beratit. Dhe unë besoj që suksesi jon patjetër elektoral do të vijë padyshim nga ndërthurja e risive, të eksperiencës asaj elektorale dhe jo vetëm që ne ta arrijmë një rezultat spektakular në datën 11 maj si asnjëherë më parë. Dhe këtë ne do ta bëjmë gjithë bashkë. Unë dua ta mbyll vetëm sepse me të gjithë ju nuk është se jemi mbledhur gjithë bashkë, kanë qenë ditë emocionale për mua, shumë prej jush e dinë si ata që punojnë, sidomos ata që punojnë me mua. Unë patjetër e kam pranuar me kënaqësi të madhe dhe me shumë përgjegjësi propozimin e kryeministrit për të qenë në listën e deputetëve. Kjo nuk do të thotë që unë do të jem larg Beratit. Në fakt unë e kam thënë gjatë atyre ditëve ata që kanë takuar, kam thënë shprehimisht që gjatë atyre ditëve kam dhënë sikur dikush ka futur dorën këtu brenda dhe më ka hequr diçka. Por në fakt unë do të jem shumë pranë jush, sepse do të jem deputeti juaj dhe do mundohem që patjetër të përfaqësoj interesat e gjithë qarkut, por patjetër të Beratit. Unë jam i bindur që ëndra jon për Beratin vazhdon. Dhe ditët më të mira ne i kemi përpara. Prandaj të gjithë, të qartë, të fokusuar me shumë zemër, ne do bëjmë një fushat vetëm pozitive, sepse ne nuk tutemi as nga mashtrimet, as nga llumi, por ne motivohemi, ne ndihemi ashtu siç jemi fitimtar, sepse ne kemi energji pozitive. Dhe këtë do ta tregojmë këto 60 ditë. Prandaj shumë urime gjithë kandidatëve dhe unë dua një duartëkitje shumë të fortë për mikun më të mirë Beratit, që ka qenë një mbështetje jashtëzakonshme e asaj çfarë ne përjetojmë sot në Berat. Kryeministri i Shqipërisë, zotin Edi Rama. Shumë faleminderit. Dhe po e nis aty ku paka shumë u mbyll fjala e Ervinit tek Fadili për të thënë që i ri nuk është ai që është më i vogël, i ri është ai që nuk lodhet. Kështu që kur ti tregosh moshën Fadilit, numëro se sa më të rritë se vetja ka lënë rrugës. Edhe përpiqu mos lodhesh përpara Fadilit. Fadil. Jo, edhe dua ta falenderoj Fadilin shumë sinqerisht, e kam bërë edhe publikisht disa ditë më parë, sepse Fadili është një specie në zhdukje në këtë botën tonë sot me, por ama është një shembull i jashtëzakonshëm për mua personalisht, që pavarësisht se ka qenë për një kohë shumë gjatë dhe ka udhëhequr Beratin si kryetar bashkie, pastaj edhe si deputet,
kur bë biseda për listat, edhe kur unë thash për të gjithë burrat absolutisht do të jetë prerë që nuk mund të jenë në listat mbyllura nëse kanë qoftë një mandat dhe nëse nuk kanë një rol drejtues. Prandaj kush nuk do t'ja bëj me dije drejtuesi politik. Fadili e shprehu në mënyrën më prekse për mua dhe më shëmbullore, duke thënë unë jam dispozicion në listë hapur, jashtë listë fare, po t'jetë nevoja në listë por të punoj për këto qoftë tjetër, si të doni ju. Dhe kjo është arsyeja pse Fadili është këtu gjithmonë, edhe pse ata që duket sikur ja e parakalojnë Fadilin, mund ta parakalojnë në sprint, sepse Fadili dhe unë nuk jemi të sprintit, jemi të maratonave, po kur vjen puna e maratona, pastaj fitoj unë me Fadilin, nuk fitojnë ata të rënë. E dëgjoj ti, kështu që është maraton kjo. Tani doja të ndaja me ju disa gjëra që sipas me janë shumë të rëndësishme, po edhe diçka tjetër përpara se të kaloj tek piktura e madhe e këtyre zgjedhjeve. Dëshiroj t'ju them kryetarëve të bashkive, Ervini po nuk diskutohet dhe ka shumë qartë, po dëshiroj t'ju them kryetarëve të bashkive që duhet jenë në dispozicion të Partisë Socialiste, duhet jenë në dispozicion të numrit 5, dhe me qëra fjala 5 më pëlqeu shumë, se është tamam 5-1, po duhet të them që detyra juaj është bëni këtë, po juve nuk duhet të ndërhyni në garë. Duhet të jepni mundësi të gjithë kandidatëve që janë në listë të kenë një garë pa interferenca nga kryetarët e bashkive. Kiheni mirë parasysh këtë gjë. Këtu nuk bëhet fjalë për deputet të një zone apo deputet një zone tjetër. Patjetër që janë zgjedhur sipas zonave për të pas një përfaqësim më të gjerë. Po nëse po themi Ardiani është përzgjedhur nga ajo zonë ku ai ka rrënjë dhe ku ka lidhje, nuk do jetë deputeti i asaj zone ngushësisht, por do jetë deputeti i gjithë qarkut Beratit. Dhe kështu kjo vlen për gjithë. Pra është liria dhe drejta juaj dhe gjithse kujt që të ketë një preferencë shumë bukur, por ama keni parasysh këtë gjë. Se unë kam një problem kur dëgjoj brenda partisë tonë ndonjë zë që thotë nuk është ky personi që doja unë, kështu që unë nuk di si doja bëj me votën time. Ne kemi këtu faktikisht 6 mundësi, 7 mundësi, por ti e mundësi e mbyllur. Po ne kemi këtu 7 mundësi në listë për 6 vende, dhe është absolutisht e pa kuptim që të thuhet jo për ky, ke tjetri. Dhe për më tepër që ne kemi respektuar të gjithë komunitetet, kemi respektuar të gjitha bashkitë, kemi respektuar moshat, kemi respektuar gjinit, kemi respektuar sipas nesh nevojat që ka gjithë bashkësia këtu për të përfaqësuar. Pa diskutim që këtu mund të ishin 7 të tjerë. Patjetër që në sallë mund të ketë 7 të tjerë që mund të ishin këtu. Por këto janë vendet dhe kjo është zgjedhja, dhe në fund ditës askush nuk duhet ta harrojë që zgjedhja është Partia Socialiste dhe Edi Rama, pastaj një preferencë.
Tani, në këto zgjedhje, gjithë kjo që thash vlen dhe për një arsye tjetër që një arsye shumë e madhe. Qysh prej zgjedhjeve të ndryshimit të madh të sistemit në 91-92. Ne s'kemi pas asnjëherë zgjedhje që të kenë pasur të bëjnë me fatin europian të Shqipërisë. S'kemi pas asnjëherë një palë zgjedhje që të kenë pasur një peshë jo politike thjesht, po geopolitike, që të kenë pasur një rëndësi jo thjesht se kush do fitoj brenda për brenda vendit, por a do fitoj vendi apo s'do fitoj vendi në raport me pozicionin e vet në hartën e Europës. Ky është një më të madh. Sepse për herë të parë ne na është hapur një mundësi reale, konkrete, aktuale, që ne të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Ka qenë gjithmonë, që është ditën e parë, perspektiva, dhe ju e keni dëgjuar, ata që janë më të rritur këtu e kanë dëgjuar, nuk e di sa herë, kur kanë ndjekur ose kanë lexuar udhëheqësit evropian, perspektiva juaj është Bashkimi Evropian, e ardhmja juaj është Bashkimi Evropian, horizonti juaj është Europa. Njësoj na u bë gati si ai horizonti kuqi atëherë që e di Fadili atë, që një ditë do. Mirë po, asnjëherë nuk në ka ardhur si një mundësi e prekshme për ne. Gjithmonë kemi thënë, do punojmë, do vazhdojmë, do përpiqemi, do bëjmë reforma, do bëjmë punën, do bëjmë detyrat, sepse një ditë do t'ja dalim. Por asnjëherë dita nuk na ka ardhur para syve. Sot na ka ardhur dita para syve, dhe sot na ka ardhur zogu në dorë. Sepse janë përputhur yjet e fatit të Europës dhe yjet e fatit të Shqipërisë janë përputhur bashkë. Ne gjithmonë e kemi pasur shumë të qartë. Dhe gjithmonë jemi përpjekur të jemi gati kur të vi kjo ditë, por ama ju e mbani mend shumë mirë, ne avanconim, bënim detyrat, Komisioni Evropian thoshte po, i keni bërë detyrat, i propozonte sa e ke hapur atë doj. Çfarë hapje ke bërë? Thash më mori më futi në Europë që sot. Sa e ke hapur atë. Mirë po më shbërë si fiksim se në të gjitha takimet që kemi bërë gjithmonë është dikur që hap gojen edhe po ndodhi që s'po hap në njëri dhe bore ka në gjë që s'shkon këtu. Po e di çfarë hapje. Po janë dhe ca që hapi shumë, e lëshojnë të nofullën poshtë dhe sytë lartë, aty thua qa po ndodhë. Nëjse. Pra, është një përputhje që nuk lidhet thjesht me qa duam ne, sepse një qeveri këtu jo Hollanda, jo po se shiko, i kanë bërë, po si kanë bërë tamam, se Hollanda kishte ardhin në zgjedhjet veta. Sa mbaruan zgjedhjet në Hollandë, ne nuk kishim më problemet që ata thoshin që kishim. Jo Franca, jo tjetri. Tani, të gjithë janë sinkron që duhet ta fusim Shqipërinë në BE. Dhe kjo është kaq e qartë dhe kaq e konkretizuar në një fakt që është i jashtëzakonshëm për të përdorur fjalën që ka qenë Ervini, i jashtëzakonshëm. Që është që ne na është dhënë një kalendar pune deri në 2027 për të mbyllur negociatën. Tani ka disa që thonë, po pse tani 12 vjet nuk ju maftuan juve që ti ta bëni këtë punë, tani doni prap se ti po na mashtron etj etj. Tani unë nuk mashtroj asnjëri, edhe e kam thënë dhe përsëris, nëse nuk do t'ishte kjo sfidë, nuk besoj se do kisha
këtë zjarr të brendshëm për të vazhduar të bëj këtë punë. Por me që po diskutojmë kozgjatjen, më lejoni t'ju them që Malizi i ka hapur negociatat në vitin 2012. Dhe sot është krah për krah me ne, sepse plani ose qëllimi i Bashkimit Evropian është që të fusin 2 vende të reja, të bëjnë 2 antarë të rinj të BE-s dhe këta janë Shqipëria dhe Malizi. Pra ata e kanë hapur në 2012 dhe ne i kemi hapur kështu me vendim i kemi hapur 2 vjet më parë, ndërsa konkretisht i kemi hapur vjet. Ju kujtohet që u mbajt atje. Vjet. Dhe Serbia i ka hapur në 2014 negociatat. Dhe sot ne jemi përpara Serbisë. Atëherë kur ne morëm detyrën ne nuk ishim fare. Ne na konsideronin si një vend që shohim, flasim, do shifemi. Si ishim fare. Sot ne jemi përpara Serbisë. Maqedonia e Veriut nuk quhej Maqedonia e Veriut kur është bërë vend kandidat. Në 2005. Imagjino, është bërë vend kandidat 10 vjet përpara nesh dhe sot që flasim nuk ka hap akoma negociatat. Pra, kush bën teorinë që po ju do ta kishit futur se Europa do t'ju fuste, po juve nga që e keni mendjen të vidhni, nuk e keni mendjen të punoni. Ne kemi kaq shumë mendjen të punojmë, sa që ja kemi dalë të bëjmë një kapërcim dhe t'i kalojmë një nga një të tërë dhe sot të jemi vendi që është më afër për të futur Bashkimin Evropian. Tani, pse ka rëndësi një me të maj për këtë? Sepse duhet dini një gjë, Europa politikisht, që do të thot me vendim politik, të bazuar tek vullneti politik dhe jo te faktet, mund të pengoj. Pra, më flet me gruan? Po kush është? Është i shoku jot. Shoku joni në dyve. I në dyve. Po i bëret fala nga unë apo i thë? Ha? I bëret fala nga unë. Se ma bëna. Ha, du ma thush pas taj me. Tha shumë, më regu. E mora vesh. Ursula von der Leyen, prandaj, se nga që po flisin për BE-n, vetëm për Ursula, në këtë drejt ja hapi telefonin. Pra, në autove, gjëja që po mundohem të them, është që ne sot kemi nevojë që të jemi çdo ditë fokusuar tek negociatat, sepse Bashkimi Evropian asnjëherë nuk të bën një favor politikisht. Thash, mund të pengoj, ti mund t'i kesh bërë detyrat, siç i kemi bërë 3 herë jeshtë dhe 3 herë na kanë refuzuar hapjen e negociatave. Jo po se shikoj, jo po se ashtu, jo po se kështu. Këtë ta bëjnë, kurse të mos i bësh ti detyrat, dhe komisioni të shiko se këta kanë problem me këtë gjë ose me atë gjë, dhe ata të thonë jo se do t'i marrin t'i fusin brenda, kjo nuk ndodh kurrë. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse çfarë do të thotë antarësohesh në Bashkimin Evropian? Pse të marrin brenda ata? Ose më saktë, çfarë duhet bësh ti që të marrin brenda? Ti duhet të kesh një shtet që mund mos jetë aq i mirë ndërtuar dhe mirë funksional si Gjermania, po duhet të ketë funksionimin bazë. Dhe që të ketë funksionimin bazë, duhet të bëj të gjitha ato reforma që ne jemi përpjekur dhe përpiqemi të bëjmë,
Dhe duhet të japi të gjitha provat që e ka funksionimin bazë, po funksionimin bazë në çdo sektor. Në çdo sektor, që nga administrata publike deri te mjedisi, që nga ujërat deri te bimët, e me radhë. Dhe për të bërë këtë, punojnë afro 1000 vetë, çdo ditë. Nisën në mëngjes, shkojnë në zyrë, dhe janë afro 1000 vetë të angazhuar me këtë gjë. Dhe çdo të hënë, 2 ministret tona të shtetit që janë krye negociatorja dhe zëvendës krye negociatorja shkojnë në Bruksel, ule për balltyre dhe japin llogari çfarë keni bërë javën e kaluar, jo çfarë keni bërë vitin e kaluar. Javë për javë japin llogari për gjërat që janë bërë. Dhe nëse kjo llogari nuk del, ata nuk na fusin në Bashkimin Evropian. Dhe 11 maj është një moment kur çdo shqiptar duhet të mendojë mirë që për çfarë do ta përdori votën. Se nëse e përdor votën për tifozllëk, se nuk e dua Edi Ramën, nuk i dua këta Fadin Nasufin me kompani, dhe do votoj për Kënetën, se jam i Kënetës, faktikisht do t'i hyjë në hak fëmijëve të vet, atyre që nuk votojnë, ose vllai i madh ose motra e madh do t'i hyjë në hak vllait të vogël ose motrës vogël që nuk votojnë dot. Sepse do të hedhi kot një vot që duhet ta përdor për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për mos lejuar, bëhen zgjedhjet në datën 11. Në datën 12 mund vazhdoj numërimi, po ndërkohë puna me negociatat duhet vazhdoj, është e hënë data 12. 1000 veta duhet shkojnë atje dhe nuk duhet të kenë asnjë shqetësim që jo po nuk kush fitoi, jo po kush sfitoi, jo po doli bufi nga Këneta, jo po erdhi ai që shet qylyma fluturus persian, jo po tjetri që shet qylyma fluturus nga Turqia, jo po nuk duhet këtë fare nga to. Se përndryshe humbasim kohë. Dhe nëse ne humbasim kohë, ne luajmë me fatin tonë, sepse kjo dritarja e hapur mund të mbyllet. Ne nuk e dim se si zhvillohen ngjarjet në vitet që vinë. Nuk e dim. Pa pritur pa kujtuar, atje bëhet paqe, këtej plas në një luftë tjetër, larg qoftë, këtu ndodh diçka tjetër, ata ndryshojnë. Qasje dhe gjërat mund të kthehen siç ishin më parë. Ndodh një tërmet diku, flas politik, vjen një forcë politike diku tjetër, thotë jo se dua unë më këtë punë. Kështu që ky është momenti, ne tani duhet ta kapim dhe duhet të hyjmë brenda. Hyrja brenda nuk është çështje socialistësh dhe demokratësh. Nuk ka lidhje fare. Çdo socialist, çdo demokrat, çdo i majt, çdo i djathtë, çdo çfarë t'ju them, një gjyrë e pa ngjyrë, duhet të jetë interesuar në radh parë që ne të hyjmë brenda. Dhe nuk ka rëndësi se si dhe kush. Nuk ka rëndësi. Ajo që e bëri kinën që njohim ne, ishte filozofia e përmbledhur tek një fjali e Deng Xiaopingit, nuk ka rëndësi çfarë ngjyre ka macja, rëndësi ka që macja ka fëmijë. Nuk ka rëndësi çfarë ngjyre ka unë, rëndësi ka që unë ju çoj në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë kemi bërë punë të mëdha, përpjekje të mëdha dhe diplomaci të madhe dhe kemi ndërtuar një rrjet miq dhe njerëz që na besojnë në nivelet më të larta, që është një histori për libra, nuk është histori për ta treguar sot. Dhe këto të gjitha bashk janë mbledhur gjitha në një pikë. Tani duhet vetëm që trenin e historisë që kalon në 11 maj, shqiptarët ta marrin dhe të shkojnë përpara. Pastaj ka kohë sa të duash për të marrë, jo për soja, jo për doja. Tani, interesi, sa fillojmë nga interesi puro personal. Mos merremi fare me asnjë gjë tjetër. Mos harrojeni të gjitha, jo çfarë përfitimesh ka Shqipëria, jo personale.
Në momentin që ne hymë Bashkinë Evropian, çdo shqiptar merr pasaportën europiane të Shqipërisë. Kam dëgjuar ca që thonë ç'na duhet ne pasaporta? Ç'na duhet ne pasaporta? Ne lëvizim, ne jemi jashtë, ne jemi këtu, ne kemi një pasaport që na jep lëvizjen e lirë, por nuk na jep lirinë të ndalojmë ku duam. Ne kemi, ma hiq atë telefon si Blendi Fevziu se më mbyte fare Luma. Çfarë? Unë e di që jam pak si Ariu Silva, po nuk jemi në cirk, fokusohu tu. Jemi sot të lirë, marrim avionin, shkojmë, zbresim në një aeroport, që aty fillon ndarja. Dil këtej, dil këtej. Ata të tjerët që janë me ne në avion, italiane, gjermane, që janë, ata ikin avullojnë, ne rrim radhë. Edhe shkojmë atje del polici. Merr pasaportën, ngrije lartë, shife, futa atje, ku po shkon, kush të kaftuar, kë njef këtu, ke rezervim në hotel, lek me vete ke, sa ke, sa do rish, kur do ikësh? Keni parë ju të shkosh në një vend dhe pa hyrë brenda, kur do ikësh? Dhe pastaj, kur hyn brenda, për të ndënjur, duhet kërkosh azil, ose duhet të mqifesh, të bësh punë në të zezë, të mundohesh mos të kapin. Nëse smuresh, harroje, nuk ke shans t'i afrohesh spitalit, po s'pate dikë që t'jetë në gjendje të paguar ato shifrat maramëndse për një njeri që është i pa siguruar atje. Nëse je student i huaj atje. Do aplikosh në kuotat ekstra, me tarifa ekstra, etj. Të gjitha këto me pasaportën e BE-s mbarojnë. Ti nisesh, ngre pasaportën atje të ajo koridori me ato yjet e verdha, tuneli i ri i Murrizit që duhet të hymë ne, ato yjet futemi brenda atyre yjeve, dalim krahun tjetër, mund të ndalosh ku të duash, mund shkosh kërkosh punë ku të kesh qef, të pëlqeu, rri, fillon punën, s'pëlqeu, kthehesh prap. Je student apo studente, shkon regjistrohesh si studente dhe student europian, jo si student i huaj, nuk ke tarif ekstra, mund t'jesh në Itali, ke të njëjtat drejta si italianët, mund t'jesh në Francë, ke të njëjtat drejta si francezët, larg qoftë, ke nevojë të shkosh te doktori, shkon atje dhe trajtohesh si vendasit atje dhe rimbursohesh për çfarë mund të paguash në një shërbim apo në një tjetër. Në rast se gjendesh në një vend jashtë Bashkimit Evropian që po të kej problem, ose në Bashkimin Evropian po, dhe s'ka ambasadë shqiptare, ambasada më e afërt e Bashkimit Evropian e ka për detyrë të të marrin mbrojtje. Kjo është pasaporta. Pasaporta e BE-s për shqiptarin e bën Shqipërinë të madhe sa BE-ja dhe BE-n të vogël sa Shqipëria. Dhe siç niseni sot nga Berati, shkonin në Tiranë, Durrës, ku diun, për qef, për punë, për çat, njësoj. Dhe kjo vlen edhe për emigrantët shqiptarë në Greqi, kanë problem dokumentash, jo mora dokumentin, jo s'mora dokumentin, jo ma dhanë, jo s'ma dhanë, disa i kanë marrë pasaporta, disa tjerë prej, në momentin që Shqipëria hyn BE, ata marrin pasaportën shqiptarët BE-s atje dhe rrinë në Greqi me pasaportën shqiptarët BE-s, me të njëjtat e drejta dhe janë të njëjtat gjëra që shteti grek, shteti gjerman, shteti suedes duhet t'u japi njësoj siç ja jep tjerëve sepse është një familje. Keni dëgjuar ju ndonjëherë që në këto shtetet e BE-s perëndimore të rrinë dhe të merren me ata që janë antar të BE-s nga lindja? Vetë të merren me ata që s'janë antar të BE-s. Jo ky, jo hyri, jo voti, pse kujton se nuk ka të tjerë që bëjnë çuditëra atje, nuk merret njeri, sepse janë brenda për brenda. Kjo është personale. Tani si mund t'ju privohet kjo? Si mund t'i privohet vetes? Si mund t'i privohet fëmijëve se ti je demokrat?
edhe ke qenë gjithë jetën me bufin e Knetës. Si mund të rish me bufin e Knetës? Mund të rish, ri. Po votën bufit Knetës, për çfarë? Për çfarë? Votën atyre tjerëve që dalin, se e kam thënë këto ditë, Fadili e di këtë histori, është histori e vjetër kjo në familjen socialiste, ata që dalin të rinj, qatë të rinjsh. Ne sot kemi një parti të re për gjithë ata që duan të rinj në parlament. Por ama kemi një parti të vjetër për gjithë ata që duan eksperiencë në qeverisje. Kurse, kur thonë, te hapim njerë këtu këtë ri, kuj të rinjme dhe hapëshme, cilët të rinj? Ata s'kan iden se qa është i zyrë shteti, nuk e kanë iden fare. Dhe ata janë si historia që kam treguar me Fatosnano, kur shkon Fatosnano në një vaki, edhe qot njëri aty i thot, zoti kryeministër i thot, me pronat s'keni gjë mbi. Po nuk u zgjidh puna pronave, i thot tjerat janë kot. Ke drejtë, tha Fatosi, po si mendon ti, tha keni një ide? Shumë e thjeshta, merrni gjitha, qa kanë, tha, gjitha katonare, qytetarë që janë bërë qytetarë mas lufte nga komunistët, merrni gjitha, i jepja një pronarëve të vjetër, të tjerë, pronarë, të tjerët, të gjithë. I thot Fatosi, kjo është shumë e guximshme, i thot, edhe kjo e zgjidh, thot, po duhet të flasë me Sabriu, thot, se ai s'ka gjë në dorë, edhe ai mund ta zgjidhë këtë. Sabri Godon djes pas, Partia Republikane e pronave. Do me thënë, kur s'ke gjë në dorë, ti mund t'i premtosh gjitha. Se nuk do të vinë njerë. Luli për shembull thot, do ju heq vizat amerikane. E kuptoni? Edhe ai e ka treguar që i heq. Problemi është që s'ka gjë në dorë. Këta do t'i bëjmë pensionet 400 euro, rroga minimale duhet 1000 euro, patjetër, pse 1000, unë habitem se nuk thonë 2000, se mos do provohet në njerë që e bëjnë apo se bëjnë. Se provohet në njerë që e bëjnë, 2000. Pensionet 400 euro, po pse kaq pak? Më shumë. As do ta bësh në njerë, kështu e thua e 500. Por rinë aty, si me dhe me kemi bërë, ne kemi llogaritur me ekspertët tanë, një grup të rinj që kanë ardhur, kot, shitsa qylymash, blej këtë qylymin tim se do të qoj në hën, me atë qylymin atje se do të qoj në Mars, se të qoj as gjikundi. Zero. As gjikundi. Nuk mund të humbim ne tani as një minutë, dhe nuk mund të orientojmë gjithë procesin e negociatave, qoftë edhe për 2 muaj, për 3 muaj se ikën. Ata ne kemi kalendarin javë për javë. Dhe të gjitha punët janë aty të shkruara që duhet mbarojnë dhe gjithë negociatat do të mbyllen 2027. Është e jashtëzakonshme. Ja u thash, ne kemi filluar ato në tavolinë jemi ulur vjet. Serbia në tavolinë është ulur në 2014, Malizi është ulur në tavolinë 2012, Maqedonia është bërë kandidate në 2005. Janë të gjithë mbas nesh tani. Tani që do bëjmë ne, do t'i themi Bashkimit Evropian, shiko tani se ne kemi një kënet këtu. Ne kemi një kënet këtu dhe kemi një pjesë të njerëzve që kanë shumë qejf të lajnë në kënet. Vdesin për atë ujin e kënetës, edhe tani prisni pak. Ju të shohim se do numërojmë bretkocat. Ndërsa në aspektin pastaj e përbashkët. Bashkimi Evropian, futja në Bashkimin Evropian është fundi i një historie rrezikut vazhdueshëm të humbjes së lirisë individuale që me cilën shqiptarët kanë jetuar gjithë jetën. Hajde njëri, hajde tjetri, që nga perandorit tek regjimet e ndryshme deri dhe tek demokratura më pas, me bufin e knetës, ti thua jam demokraci, vjen burri huj, i vë flakën një redaksi e gazete, rreth rrugëve i lë për të vdekur njerëzit që mendojnë ndryshe, hap dritarën e zyrës, gjuan edhe vret protestus,
Po kjo mund ndodhi prapë. Jo nga bufi, se bufi s'ka shansë, se s'ka ku shkon më, po dikush tjetër. Kur vendi është Bashkimi Evropian, kjo nuk ndodh kurrë. S'ndodh dot. Pra liria individuale është e garantuar, sepse është ajo që ju thash. Ashtu si kundër ne fitojmë të drejtën që të jemi në shtëpinë tonë kudo ku shkojmë brenda perimetrit të Bashkimit Evropian, ashtu dhe këtu garantohen po të njëjtat të drejta për ata tjerët. Se funksionon si një vend. Nuk mund të ketë të drejta njeriu në gjithë Shqipërinë edhe të ketë të Ervinit shkelit drejtat e njeriu në Berat. Nuk mund ndodhi. Kështu funksionon. Barazia para ligjit, ne po bëjmë luftën e parë të hapur për të vendosur drejtësinë në këtë vend. E para, është lufta e parë e hapur në historinë e shtetit shqiptar. Lëre siç thonë se është habi e madhe me ta. Gjithë ajdut, ikni ajdutët, si ajdut. Çeta ajdutëve. Ndërkohë që ajo që po ndodh është diçka historike, sepse për herë të parë që kur është ngritur flamuri i pavarësisë, drejtësia po heton dhe po gjykon njerëz lidhur me pushtetin politik. Dhe kush e bëri këtë? X y Y, prokurorët aty ishin, edhe përpara. Aty ishin. Altin Dumani është një person i cili meriton shumë respekt, ka gjithë solidaritetin tim dhe ton për gjitha sulmet kafshërore që janë bërë, po aty ishte prokuror nuk e di sa vjet. Ka bërë në një gjë nga këto? Më përpara? Pse nuk e bënte? Kurajos, po Kurajos ka qenë më përpara. Pse nuk e bënte më përpara? Pse nuk ka dalë më përpara thotë, hajde tuti se unë do të marrë në hetim? Si ka mundësi që deri sa erdhi kjo ditë një ministër, një vetëm që nga 1912 nuk është thirrur nga një prokuror i pavarur dhe nuk është gjykuar nga një gjykatës i pavarur, po çka kanë qenë ministra që kanë vajtë në burg apo janë varur litar, janë burgosur ose janë vrarë me urdhër nga i pari. Me urdhër nga i pari në kohë të Zogut, me urdhër nga i pari në kohë të Enverit, me urdhër nga i pari në kohë të Bufit Knetës, i burgosur i fundit politik në Republikën e Shqipërisë është Fatos Nano. Me urdhër nga i pari. S'mund të thuash që u fut një politikan i lartë nga drejtësia, jo nga drejtësia, po me urdhër nga i pari. Sepse që nga 1912 shpatën e ndëshkimit që në një shtet ku garantohet barazia para ligjit e ka vetëm drejtësia, e ka mbajtur i pari. Ne dorëzuam shpatën. Me vullnet plot, unë dhe ju, Partia Socialiste, dorëzuam shpatën. Nga pushteti politik, ja dham një trupe të pavarur. Ajo është shpata me cilën spaku sot pret majtas djathtas. Shpata që e kishim në dorë ne, trashëgimi që nga 1912. Nuk e ka pas kur Shqipëria një pushtet gjyqësor të pavarur. Kur? Sot ka filluar ta ketë. Ka filluar ta ketë. Me të gjitha problemet që ka, me të gjitha budallëqet që shoqërojnë, por ama ka filluar ta ketë. Dhe kjo është historike. E kush e bëri këtë? Unë jo vetëm që nuk kompleksohem kur thonë, po kur dhe Luri thotë ti morën të gjithë. Se Lurin po marrë, se Luli është më seriozi nga ata, e kuptoni? Luli është mbas kujtim gjuzit. Se është kujtim gjuzi i pari, po ato e diskriminuan. Nuk e di, apo jo, ishte ai tjetri Selamiu, që kishte Selamiu kishte dhënë dorëheqjen, kishte tërheq nga koalicioni madhështor. Ai pa ballukët e Selamiut, çfarë kryevepre si Greta Garbo. Pra,
ata janë më seriozët. Pra, unë jam shumë krenar për këtë. Nuk diskutohet që është dhimbje, nuk diskutohet që nuk të vjen mirë nga ana njerëzore, por ama kjo periudhë kohe që në jetën tonë është 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, në jetën e vendit është një fragment 3 ditë. Ama fëmijët tanë do të përfitojnë atë që se kanë përfituar do të kurrë fëmijëve derisa erdhëm ne fëmijët e të gjitha tyre më përpara, sepse asnjëherë nuk ka pas në Shqipëri vullnet për të bërë shtet demokratik që funksionon me barazi para ligjit. Tani, këtë barazi para ligjit që ne duam që ta konsolidojmë, si mendoni ju, e kemi të sigurt që nëse ne nuk jemi garantët, vjen Kreneta edhe vazhdon e forcon, po Bufi e thot, do t'i kullufis tot në 12 maj, do të çliroj TikTokun dhe do shkris pagun. E thot cop. E thot. Pavarësisht se çfarë do marrë ai me 11. Pavarësisht nga ajo. Pavarësisht nga ajo. Mos e thuaj ashtu me të qeshme, sepse nga që une kam përdorë nocin përpara, tani ata e kanë marrë me të lehtë dhe ma thonë mua. 1 herë, 2 herë, 3 herë dhe thash, shiko, unë të gjithë socialistët do t'i them, ne duhet i prezantojmë nos rrokun atyre 11 maj që kur ta shohin nocin thonë, çfarë duhet ja u prezantojmë se nuk e njohin, tamam. Nuk e njohin, kujton se është një gjë që s'do marrësh asnjë gjë, jo, noci është diçka shumë e madhe që do marrësh. Që kur ta shohin, ta hapin gojën 3 fishin aty. Dhe kur t'ju kujtohet, jo ta përmendin më, po t'i rrin shumë larg. Shumë larg. Dhe këtu në Berat, në qark, nocin atyre do t'ja u prezantojmë kuti për kuti. Hap kuti, e dil noci. Hap kuti e dil noci. Kështu je mos e thuj me të qeshme. Se ty dhe mua s'më bë përshtypje, se kemi për ata nocin. Po noci është gjë serioze. Nga i pamja e të drejtave. Kjo është themelore. Në 11 maj duhet ndarë kjo punë që nuk ka kthim brapa as për lirit individuale, as për barazim para ligjit dhe beteja për të qenë të gjithë barabartë para ligjit do vazhdoj me çdo çmim, por ama ka vetëm një forcë që është e gatshme të paguajë çmimin me trupin e vet. Partia Socialiste. Të tjerët nuk e paguajnë, se ti kur ke shpatën dhe tjetrin e ke pa shpatë përballë, e ke ti në dorë se ç'a ndodh me shpatën. Kur ti dorëzon shpatën tjetrit dhe je pa shpatë ti, jo vetëm ke dorëzuar shpatën, po ja ke lënë tjetrit të vendosë ç'a do bëj me ty. Kjo është të dorëzosh shpatën e drejtësisë edhe të pranosh një pushtet të pavarur dhe të barabartë. Kjo është historike. Do ta kuptojnë shumë më vonë dhe ata që sot e vënë në diskutim këtë gjë. Po, lavdi Zotit, ne kemi popullin e madh të shumicës. Afro 800.000 ishim, afro 1 milion do shkojmë, bashkë me emigrantët në 11 maj. Dhe për ta mbyllur, dua të them pjesën tjetër, Bashkimi Evropian, se thonë ca, Bashkimi Evropian është në hall për vete, jo më zotri, nuk është në hall për vete Bashkimi Evropian, në hall për vete janë vendet më të mëdha, të cilat kanë disa probleme të reja, probleme të demografisë, probleme të rritjes presionit të emigracionit e tjerë. Dhe probleme të inflacionit që kanë pasur jashtëzakonisht shumë në këtë periudhë,
dhe probleme të kostove maramëndse që ju janë rritur, ndërkohë që për ne Bashkimi Evropian është bekim, sepse është një familje që njësoj si në familje tona janë më të rriturit dhe janë më të veçlit. Dhe është e ndarë në dy pjesë, kontribusit dhe përfitusit. Ata që janë Franca, Gjermania, Hollanda, më të mëdhenj dhe më të fortët, ata kontribojnë, pra më shumë japin para, se sa marrin para nga Bashkimi Evropian, por sigurisht që në Bashkimin Evropian s'është vetëm çështje parash, është dhe çështja e gjithë lirisë së tregut. Është dhe çështja e gjithë atij që thash, rrjetit të mbrojtjes së drejta. Ndërkohë që përfitusit, siç do të jemi ne kur të hym, do marrin fillimisht derisa të forcohen. Edhe dini çfarë do të thotë kjo? Ne kemi marrë në gjithë këto vite, në të gjitha këto vite bashkë, përbuqësinë, mbështetje nga Bashkimi Evropian shumë më pak se 200 milion euro. Në momentin që bëhemi antar, marrim 300 milion euro në vit, vetëm përbuqësinë. Në 10 vitet e fundit kemi marrë pak më shumë se 1 miliard euro mbështetje në total nga Bashkimi Evropian. Në 10 vjet. Me bërin antar marrim 1 miliard euro e diçka më shumë në vit. Buxhet ekstra. Po ju jap dy shifra se ka edhe të tjera që mund t'ju them që janë ekstra. Tani si mundet ne të diskutojmë se ç'duhet bërë në 11 maj. Kur ne bëm këshillimin e madh me mësuesit dhe me prindrit për TikTokun, patjetër që edhe mësuesit dhe prindrit janë një pjesë socialist, një pjesë pa parti, një pjesë demokrat. Po 95% ishin 65.000 veta që janë pyetur. 95% thanë duhet mbyllur. Pra nuk pyetën më demokratët, prindi demokrat që këtë e thot Edi Rama, këtë e thot PS-ja, ne jemi kundër. Nuk pyetën më. Pse nuk pyetën? Sepse fëmijët janë shumë më të rëndësishëm se çfarë ngjyre ka Edi Rama. Edhe sa i pëlqen apo nuk i pëlqen Edi Rama. Edi Rama ka qelluar që është sot kryeministri, sot ka qelluar që fëmijët janë të kërcënuar nga TikToku dhe prindrit demokrat thonë të mbyllet. E njëta që vlen për Bashkimin Evropian, unë kam qelluar të jem sot kryeministri, duan s'duan ata, por ama do hym apo s'do hym Bashkimin Evropian? Kjo është pyetja. Do ta rrezikojmë ne këtë dritare kohe që na është hapur, duke u marrë me njëri tjetrin, edhe duke çuar votën në drejtim paditur, e duke dëgjuar lloj tipash që propozojnë lloj çuditërash, apo do fokusohemi tek negociatat, ti mbyllim negociatat, të futemi në Bashkimin Evropian, pastaj fillon historia nga e para, s'ka problem. Por nuk mundet ne të humbasim gjithë këto benefite dhe nuk mundet një prind demokrat që e ka fëmijën 14 vjeç. Që llogarit që mbas 4 vjetësh apo 5 vjetësh do ta çojë me studime jashtë. Nuk mundet të thotë, jo, unë do votoj për bufin e Knetës, se do çliroj TikTokun për fëmijën tim. Dhe pastaj do marr noc rrogun me Brukselin, duke e lënë fëmijën të privuar nga të qenit student evropian, i barabartë, dhe duke pastaj u përpjekur ta çojë si student huaj. Çdo prind që ka fëmijët sot në shkollë nëntëvjeçare, që ka fëmijët sot deri në moshën 14 vjeç minimalisht, duhet të votojë Partinë Socialiste për Bashkimin Evropian, jo për Edi Ramën. Jo për Ervinin, jo për Fadilin, jo në kuptimin që Fadili si me bëhe, si pa bëhe, është berat. Kështu e shofu unë këtë punë. Tani, ne do bëjmë përpjekje deri në fund, që t'i themi të gjithë dhe hajdeni. Por ama, deri në fund, ne do luftojmë, lagje për lagje, rrugë për rrugë, rrugic për rrugic, derë për derë,
shtet për shtet, me shqiptarë që jeton, me shqiptarë në migracion, që të japim Partisë Socialiste rezultatin më domethënës të gjitha këtyre fitoreve që kemi marrë, dhe nëse kemi bërë 9 fitore radhazi, kjo fitoria 10 duhet jetë me notën 10. Pash se nuk i kam ndjek këto, se që kur e lanë Kujtim Gjuzi në listë hapur u zhgënjeva, dhe që kur futën të ajo lista mbyllur në Tiranë bërë një bunker. Po ta shikoni, dhe demokratët do ta shohin të gjë. Lista e mbyllur e Tiranës i thot gjitha. Është një bunker për opozit. Nëse hyni në mendjen e njerëzve në territorin e Republikës së Shqipërisë, ka një mendje që e di më mirë se të gjitha mendjet që do humbasi, është mendja e Bufit. Ai e di shumë mirë. Është i humbur. Është i humbur, është i vdekur, i pakallur politikisht. Nëse hyn te mendja e Luli, Luli e di që do fitojë, po është temë tjetër. Dhe po të shikoni listën e mbyllur të tyre në Tiranë, ajo është për opozit. Ata janë vendosur aty që të gjithë bashkë të fillojnë na i vodhën, na i vodhën, na i vodhën, na i morën, na i morën, na i morën, dhe mos kontestojnë fare situatën e Kënetës. Kaq. Ajo është një aleancë në funksion të një individi privat për problemet e tij private. Kjo është e gjitha. Puna tyre se s'na duhet. Ama demokratëve i duhet të. Dhe po shifsha, se këtë thash, po shifsha listën e Berat. Unë nuk e kuptova. Nuk e kuptova. Kur pash, si ka mundësi, ku është Tomori Alizotit paktën? Tomori ku ka ikur? Krahasim me çfarë pash te lista që kanë bërë këtu në Berat, mu duk sikur kishin heqë në një çmim Nobel. As Tomorin nuk sollën më në Berat. E din që do humbin. Por unë mendoj që ne duhet ja u bëjmë nocin këtu. Duhet ja u bëjmë nocin këtu si Kukurec Poliçani. Ju falenderoj shumë. Edhe uroj sukses Fadil. Uroj sukses Fadil. Gjithë bashkë patjetër. Ju uroj sukses të gjithë. Po unë prandaj ta uroj ty me emër, se ti do suksesin e të gjithë bashkë, ta e duan të gjithë për vete suksesin, e kupton? Se janë breziri këta. Gjithë bashkë edhe ti? Evo, mirë. Këtë mos e votoni, se ky mjafton të jemi gjithë bashkë. Faleminderit shumë.